nderuara familja e Bastimel, të nderuar djem, vajza, vëlla, të nderuar shok, miq të Bastimel, i nderuar ish deputet, delegat i Kuvendit të Republikës Kosovës, Muharrem Shabani, ish kryetari i gjyqit, këtu është prezant Recep Rexhepi, avokati i popullit Naim, i nderuar Hoxh, Bashkësi Islame, të nderuar të gjithë që jeni këtu prezant. Sot jemi mbledhur këtu për me dhënë lam të mirën e fundit të ish kryetarit të Komunës së Arikës, delegatit të Pavarësisë të Kosovës, zotit Imer Gashi. Imer Gashi la gjurmë në Komunën së Arikës së Mëngjer, ishte një kryetari i komunës i cili në vitet 7-8 dha një kontribut të madh në zhvillimin e arsimit, një ashtu e dha një kontribut shumë madh në zhvillimin e infrastrukturës. Punën nuk e ndali asnjëherë, kur erdhi koha që në atë kohë s'kishëm liri, diti të arreshtohet ka populli, ka qytetarët e vet dhe nga shteti i vet, kështu që ishte edhe pjesëmarrës i shpalljes deklaratës kushtetuese në atë kohë në korrekt. Mirë po, shumica për neve dhe shumica për juve i dini problemet që në atë kohë, u dasht ta liroj vendin, sikur shumë shok të vet të largohet dhe në atë kohë pa të shku në Sloveni. Pata fatin me njoft edhe si nxënës, edhe si student, pata fatin me taku dhe njerë kur ishte në ilegale në Sloveni, po pata fatin tani edhe pas luftës. Edhe ka ndodhur që shumë shpesh një më këshillu, se është mirë më këshillu me njerëz që kanë kalu etapa për më ardhë nderit e pavarësia e Republikës Kosovës. Nuk është mirë t'i harrojmë në gjeneratat e vjetra që e dhanë një kontribut shumë madh. Jo vetëm në atë fundit, po të filluar prej luftës dytë ndoshta botërore, vitin 68, 71, 74, 81, po çdo kush u mundue me qitë spaku një gur për me ndërtu një kala. E ndërta ishte edhe ish kryetari i komunës Imer Gashi. Në emër qytetarëve të Komunës së Arikës, i shpreh ngushëllime familjes Gashi, lavdi jetës dhe bërjes të Bastimel. Faleminderit. Tani për një fjalë rastit do të ftojmë mikun e të ndjerit, lexuesin e deklaratës së dy korrikut, zotrin Muharrem Shabani. Të nderuar anëtarët e familjes së Imer Gashit, të afërm, shok dhe dashamirë të Imerit, nderuar i kryetar, më lejoni që në emër tim dhe të ish kryetarit të Kuvendit të Kosovës Ilaz Ramajli, i cili për shkaqe shëndetësore nuk mundi të merr pjesë në këtë mbledhje komemorative, si dhe të gjithë delegatëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës të përbërjes së vitit 1990 të dy korrikut dhe 7 shtatorit, ty ju shpreh ngushëllimet më të thella për humbjen e babës, gjyshit, vllaut, shokut dhe një burri të mirë e të madh si ishte Imer Gashi. Sot jemi mbledhur për të nderuar kujtime për Imerin dhe po ndahemi nga ai të gjithë me ndjenjën e dhimbjes dhe pikëllimit që Imeri nuk është më në mesin tonë. Imeri ishte njëri ndër delegatët e Kuvendit të Kosovës, i cili që nga viti konstruimi i këtij kuvendi në dhjetor të vitit 89 dhe deri në ditën e fundit të funksionimit dha kontribut të jashtëzakonshëm në nxjerrjen e vendimeve akteve të Kuvendit të Kosovës dhe ecjen drejt krijimit të Republikës së Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur.
dhe të cilën ne po e gëzojmë sot. Imeri ishte ndër zërat e mençur dhe të guximshëm, që nuk pushoi si punuari deri në frymën e fundit për Kosovën dhe njerëzit e saj. Si delegat i Kuvendit të Kosovës ai ishte ndër aktivët dhe shtytës i hapjes diskutimit dhe vendosjes çështjeve të cilat ishin në kompetencën e Kuvendit. Kur Serbia po ndërmerrte hapa për suprimimin e plotë të autonomisë së Kosovës, në fakt dhe kuplimin e plotë të saj, Imeri ishte çdo herë aktive. Imeri për punën e tij ishte dekoruar nga presidenti i Republikës së Kosovës me medaljen e artë të pavarësisë. Unë kom pas ndoshta një raport të veçantë me Imerin deri në ditët e fundit të jetës së tij. Shoqëroshëm, bisedonin për temat personale dhe ato kombëtare. Që na bregoshin, unë me shokët e mi patëm rastin dhe privilegjin të punojmë dhe shoqërojmë me Imerin por më se 35 vjet bashkë. Ajo që ne kuptojmë për Imerin sot është se ai ishte dhe do të mbahet mend si një burr që e karakterizon tiparet e një njeriu të madh, me energji të jashtëzakonshme jetësore, me vullnet të fuqishëm, aftësi parashikuese, ndershmëri, mirëkuptim, të shprehur të qartë, karakter të vendosur dhe guxim, mbi të gjitha atë dashuri. Kushdo që ka njoftë Imerin e din se sa dashuri ka pas për njerëzit, familjen dhe Kosovën e tij. Ai gjithnjë veproi me guxim, kur guximi kishte çmim. Ai foli kur fjala ishte rrezik. Ai qëndroi përballë padrejtisë në një nga momentet kritike dhe vendimtare të historisë sonë. Imeri ka qenë njeri i qetë, i mirë dhe i mençur. Vdekja e tij paraqet humbje të rëndë për familjen e tij, shokët dhe shoqërinë kosovare në përgjithësi. Ne i mbetemi i bosh për jetën e Imerit për veprën e tij, ndërsa ai do të na mungoj si shok, si mik i mrekullueshëm. Do të na mungoj dija e madhe e tij, qetësia e tij, vendosmëria dhe aftësia me të cilën na ndihmonte të përballemi me vështirësitë, si dhe guximi i tij për të na ndihmuar dhe marrë pjesë aktive në shumë vendime që kanë qenë të rëndësishme për Kosovën dhe popullin e saj. Imer Gashi gjatë jetës dhe aktivitetit të tij nuk kërkoi pasuri, nuk kërkoi poste, por la trashëgimi që do ta jetoj përgjithmonë. E nderuara familje e Imerit, ju keni humbur një të afërm të dashur. Ne, si popull, kemi humbur një dëshmitar të së vërtetës, një ndërtues të themeleve të shtetit tonë. Ju shpreh edhe një herë ngushëllimet më të sinqerta dhe respektin më të madh për jetën, kontributin dhe sakrificën e Imer Gashit. Duke unë ndarë me ju dhimbjen e madhe që keni, ju lutem që këto ndjenja që po i shprehim sot t'i merrni si burim për të gjetur forcën e përballimit të dhimbjes, e në këtë duhet të ju ndihmoj krenaria që keni pasur një babo, vëlla të tillë, i cili pa më dyshje mund të shkojë i qetë në botën e amshueshme për veprat e tij të mira për familjen, për njerëzit, për Kosovën e tij të dashur. Pusho në paqë, Imer, kujtimi yt do të jetë ndër breza dhe emri yt do të mbetet i shkruar me nder në historinë e Kosovës. Lavdi jetës dhe veprës së tij. Faleminderit. Tani për një fjalë rasti do ftojmë profesor Shahib Kabashi. Përshëndetjet për zemërta për të gjithë, para se gjithash familjarë të basit Imer, djemë vajza, nipa mesa, vlau, kushëre, tafër, shok, miq, dashamir, pranoni ngushëllimet më të sinqerta për këtë burr të madh.
Kam pas fatin unë dhe gjenerata ime në vitet 60 ta kemi arsimtajin e parë. Disa gjëra janë pak edhe me të linduna, trimnia, bujaria, dashuria, sinceriteti, e tjera prandej, na kemi qenë tri në atë kohë, por gjithmonë kam pas përshtypje se ka qenë një pedagog i mrekullueshëm dhe një njeri pazavendësueshëm. Une kam pas fatin ta përjetoj rand vdekjen e tij. Mu ka dhimbë sikur me qenë prindi imi. Për këta njerëz të mëdhaj thonë janë sikur bjeshtë e nalta. Si bjeshtë nalta ka trallat, pa shoqe. Kodra ka plot. Prandaj njerëzit të mëdhaj janë sikur bjeshtë e nalta. Me vepra, me sjellje, me respekt ndaj njerëzve. Njerëz të mençur shumica kanë thonë, cilat virtyte e karakterizojnë njeri? Shumë janë. E para, me qenë i ambël nga goja. A ka gjë më mirë se me thonë një fjalë të mirë? Se nuk vërfnohesh, por të tjerët i pasuron kur ja thu dikujt një fjalë të ambël e të mirë. Gjesh Fishta kish pas thonë kohën e tij, i ka hije detit vala, i ka hije atit shala, do të mi pas hije edhe burrit fjala. I ka hije detit vala, atit shala, edhe njëjtë do të mi pas hije fjala. Unë që 60 vite s'pa këtu e një. Prej asoj kohë ka fillu më morë me aktivitete politike, sekretari i rinis, e mandej në funksione shoqërore, politike, shtetënore, nivel të komunës, edhe ma lartë nivel qendror që e përmenën edhe këtu basin më arrem që kam një respekt veçantë kështu. Ai njeri kudo që ka punu dhe ka vepru, ka qenë i dashur, ka qenë mikpric, kur s'ka qenë mendjemar arrogant, është mundu me qenë në shërbim të njerëzve. Prandej, me të drejt, ka thonë njoni, burrit ma kur nuk i hub zani. Ma merë menja se ati kur s'ka be hub zani. Në punët e ti, në aktivitetin e ti, ka kontribue, jo vetëm ai, po me shokët e ti, me gjeneratën e ti, për të cilët, muj me thonë lirisht, kanë qenë periudha lullëzimit të Kosovës dhe të shqiptarëve. Dikush si pëlqen kjo, por nëse bëjmë krahasime, vim dete e vërteta. Në funksionet e tij gjithmonë është mundu për arsimimin dhe edukimin e gjeneratave të reja. Ka qenë dashamirë si arsimit shumë i dashur, shumë. U intereson të apo mësojnë gjeneratat, apo sillen një gjithë. Armisht e kombit tonë kanë propagandu lëllë e fjallë të thonë për ne se shqiptarët janë popull i padishëm, janë popull pa histori dhe pa dituri. Për me zgjedhë çështjen e tyne, do të Në emër të familjarëve të të ndjerit, ftojmë mbesën e të ndjerit Etika Gashi. Të nderuar, Suareka sot e humbi njeriun që e njihte çdo shtëpi, çdo familje dhe çdo rrugë të kësaj komune. Njeriun që kur fliste për Suarekën, fliste me admirim, energji dhe dashuri të pafund. Kosova po e përcjell edhe njërin nga delegatët e pavarësisë dhe të kushtetutës së saj, njeriun që i gëzohej çdo suksesit të secilit kosovar, veçanërisht në arsim. Ne, si familje, po i themi lamtumir gjyshit, babait, njeriu të shembull për dashurin, kujdesin dhe mbështetjen. Po i themi lamtumir njeriu që na bromosi me arsim, a dhe dashuri dhe që na mësoj që të mos dorëzohemi kurrë, as atëherë kur jeta ishte e padrejtë. Në emër të babait tim Fatmirit, nënës Habibes, në emër të Axhit Rifatit, në emër të hallave, nipave, mbesave, ju faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Të nderuar të pranishëm, me kaq po e përmbyllim këtë mbledhje komemorative duke vazhduar me ceremoninë e varrimit të të ndjerit që do të bëhet në ora 17 në varrizat e fshatit.